Pini një gotë lëng portokalli çdo ditë dhe do trajtoni këto probleme. Gurët në veshka krijohen si pasojë e mungesës në sasi të mjaftueshme të lëndëve ushqyese që parandalojnë krijimin e gurëve në urinë dhe nga pasurimi i urinës me kripra që i formojnë ato. Ato shkaktojnë dhimbje, gjak në urinë, temperaturë, përzira dhe të vjella. Tek meshkujt shfaqen 3 herë më shumë se tek femrat. Konsumimi i lëngjeve minimizon mundësinë e krijimit të gurëve në veshka. Lëngu i limonit dhe një kohësisht i portokallit ul në mënyrë të konsiderueshme rrezikun e krijimit të gurëve në veshka për shkak të acidit nitrik që ai përmban. Ndërsa produktet e pasura me proteinë dhe me krip rrisin mundësinë e krijimit të gurëve. Prandaj herën tjetër duhet të tregoni tepër të kujdesshëm se çfarë ju zgjidhni që të konsumoni në dietën tuaj ushqimore.